Në letra e pare Gjonit, vlezër, kapitulli 4, nga vargu 7, vlezër. Kapitulli 4, letra e pare Gjonit, nga vargu 7. Është shumë e rëndësishme, vlezër, aleluja, që të dëgjojmë fjalën e Perëndisë, të shohim, motra dhe vlezër, aleluja, nëpërmjet fjalës të Perëndisë, vullnetin e Zotit ton, të shohim ecurin ton, vlezër, lavdia e Emrit të Shenjtë, sepse Zoti na ka thirrur për të bërë një vepër. Nuk na ka thirrur, motra dhe vlezër, aleluja, që të hyjmë të dalim në kishë. Por Zoti na ka thirrur, vlezër, aleluja, që nëpërmjet fjalës të Perëndisë, nëpërmjet fuqisë së Perëndisë, që është fryma e shenjtë, Zoti të bëjë një vepër në çdo njeri prej nesh. Prandaj është kaq shumë e rëndësishme, vlezër, që në kishën, në bashkësi me vlezërit, fjala e Perëndisë të jetë fuqishëm, ta dëgjojmë, motra dhe vlezër, aleluja, dhe të mos bie asgjë përve nga fjala e Perëndisë. Fryma e shenjtë, motra dhe vlezër, të na zbulojë fjalën e Perëndisë, të shohim dhe të kuptojmë cili është vullneti i Perëndisë në ne. Prandaj do të përqendrim, vlezër, të shohim se çfarë do të na japë Zoti sot. Shumë të dashur, le ta duam njëri tjetrin, sepse dashuria është nga Perëndia. Dhe kushdo që do, ka lindur nga Perëndia dhe e njeh Perëndin. Ai që nuk ka dashuri, nuk e ka njohur Perëndin. Sepse Perëndia është dashuri. Në këtë është shfaqur dashuria e Perëndisë ndaj nesh, se Perëndia dërgoi birin e tij të vetëm lindurin në botë, që ne të rrojmë nëpërmjet tij. Në këtë është dashuria. Jo se ne kemi dashur Perëndinë, por që ai na ka dashur ne dhe dërgoi birin e tij për shlyerjen e mëkateve tona. Shumë të dashur, nëse Perëndia na ka dashur në këtë mënyrë, edhe ne duhet ta duam njëri tjetrin. Askush se ka parë ndonjëherë Perëndinë. Po ta duam njëri tjetrin, Perëndia qëndron në ne. Dhe dashuria e tij është e përsosur në ne. Nga kjo ne njohim se qëndrojmë në të dhe ai në ne, sepse ai na ka dhënë nga fryma e tij. Dhe ne pam dhe dëshmojmë se ati e dërgoi birin për të qenë shpëtimtar i botës. Ai që rëfen se Jezusi është biri i Perëndisë, Perëndia qëndron në të dhe ai në Perëndinë. Dhe ne njohëm dhe besuam dashurinë që Perëndia ka për ne. Perëndia është dashuri. Dhe ai që qëndron në dashuri, qëndron në Perëndinë dhe Perëndia në të. Në këtë dashuria u përsos në ne, që të kemi guxim në ditën e gjykimit, sepse sikurse është ai, po kështu jemi edhe ne në këtë botë.
Në dashuri nuk ka frike. Dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin. Dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri. Ne e duam atë sepse ai na deshi i pari. Po të thotë dikush, unë e dua Perëndinë dhe urren vllain e vet, është i gënjeshtar. Sepse ai që nuk do vllain e vet, të cilin e sheh, si mund të dojë Perëndinë që nuk e sheh? Dhe ky është urdhërimi që kemi marrë nga ai që do Perëndinë të dojë edhe vllain e vet. Amen. Amin. Shpesher themi, vëllezër, Perëndia dërgoi birin e vetëm lindur që njeriu që beson në të shpëtohet, të ketë jetë të përjetshme, të mos u mbasë, por të ketë jetë të përjetshme. Dhe falenderojmë Perëndinë. Besimi në të, thot motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe që njeriu të besojë, motra dhe vëllezër, në Jezus Krishti, duhet ta njohë atë. Nuk mund të besojë dot njeriu, motra dhe vëllezër, aleluja, nëse nuk e njeh Perëndinë. Nëse nuk e njeh Jezus Krishti, nuk mundet, motra dhe vëllezër, të besojë. Që të besojmë, motra dhe vëllezër, dhe të njohim Jezus Krishti, duhet që ne ta kërkojmë atë. Duhet që ne të ecim sipas fjalës që ai na mëson. Fjala që ai na mëson është vetë Zoti, motra dhe vëllezër. Dhe ne Zotin e njohim vetëm nëpërmjet fjalës së Perëndisë. Vetëm aty ne do të njohim kush është Zoti. Dhe që të na zbulojë, motra dhe vëllezër, kush është Zoti, fjala e Perëndisë, Zoti tha, do t'ju jap nga fryma ime. Dhe fryma që do të vijë në ju, do të bëj banesë dhe do të jetë përgjithmonë në ju, ai fryma do të na zbulojë fjalën e Perëndisë. Do të na bëjë të ditur, do të na bëjë të njohur kush është Jezus Krishti që ne adhurojmë. Kur fryma e Perëndisë të jetë në ne, motra dhe vëllezër, aleluja. Prandaj është kaq e domosdoshme që njeriu të ecë në frymën e Perëndisë. Fryma e Perëndisë, motra dhe vëllezër, shpeshherë lexojmë në fjalën e Perëndisë. Perëndia është dashuri dhe ne kemi frymën e Perëndisë. Dhe ne jemi bijë të Perëndisë. Dhe ne jemi të zgjedhurit e Perëndisë, vëllezër, aleluja. Por le ta shohim fryma e Perëndisë. Kush është? Çfarë fryti ka fryma e Perëndisë? Sepse ai që ka frymën e Zotit, vëllezër, ka dhe fryt që të jetë i dukshëm fryti i tij. Dhe të gjithë e dimë, vëllezër, frytin e frymës të Perëndisë. Fryti i Perëndisë është dashuria, është besimi, është vetë kontrolli, është durimi, është mirëdashja. E falenderoj Zotin, vëllezër, aleluja. Dhe ai që ka frymën e Perëndisë, që udhëhiqet nga fryma e Perëndisë, pak të fryt, nuk mund, motra dhe vëllezër, aleluja, të pretendojë që kam frymën e Zotit. Nëse thotë nuk ka fryt, është, vëllezër, aleluja, si një cimbal që tingëllon dhe nuk sjell asgjë, është bosh. Një pemë pa fryt, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk mund të marrë askush nga kjo pemë. Dhe ne jemi thirrur nga Perëndia për të sjellë fryt, thot. Dhe fryti juaj të jetë i bollshëm, që të tjerët të marrin nga ky fryt. Si mund të sjelli fryt, vëllezër, aleluja,
që të tjerët të shohin dhe të japin lavdi Perëndisë. Një varg sot, motra dhe vlezër, aleluja, aty në kishën në Korçë, që solla ishte ne jemi trupi i Krishtit. Kisha është trupi i Krishtit. Jezus Krishti është ai që drejton këtë trup. Dhe të gjithë së bashku ne jemi gjymtyr të njëri tjetrit që formohet trupi i Krishtit. Dhe Krishti, motra dhe vlezër, aleluja, banon në të djathtën e Perëndisë. Po trupi, edhe ne, vlezër, aleluja, banojmë në të djathtën e Perëndisë. Jemi qytetarë qiellorë, motra dhe vlezër, falenderojmë Perëndinë. Edhe ne jetojmë në këtë prezencë të Zotit, vlezër, aleluja. Pse? Sepse fryma e Perëndisë bën vepër dhe ne si qytetarë qiellorë ka ardhur, motra dhe vlezër, aleluja, për të bërë një vepër këtu në këtë botë. Jemi kalimtarë, thotë Zoti, jemi dritë në këtë botë, popull i veçantë në këtë botë, motra dhe vlezër. Për çfarë? Pikërisht, nëse do arrijmë të kuptojmë që jemi zgjedhur, motra dhe vlezër, nga Perëndia, në çdo njeri nga ne Zoti ka dhënë frymën e tij për të bërë një vepër, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe ata që janë ka zgjedhur këtë rrugë, motra dhe vlezër, thotë, ta pastrojnë veten. Ata që kanë këtë shpresë, ta pastrojnë veten, vlezër, aleluja, që ajo ditë që Zoti do vijë të marrë të vetët, cilët janë të titë? Ata që Zoti ju ka dhënë frymën e shenjtë, kanë kuptuar, motra dhe vlezër, kush është Zoti i tyre, kush është Ati i tyre, dhe ç'vepër, motra dhe vlezër, bëjnë në këtë botë. Ka një vepër gjithë secili nga ne në këtë thirrje hyjnore, vlezër, aleluja. Nuk është, vlezër, nuk është thjesht unë do veten e kishë dhe jam i shpëtuar. Duhet të kuptojmë që dëgjojmë fjalën, fjala është rritet. Fjala është të njohim Jezus Krishtin, që vepra që ne do të bëjë Zoti me ne, të jetë me rezultat, vlezër, aleluja. Të sjellë fryt. Prandaj është kaq përgjegjësi e madhe i krishterit në këtë botë. Shumë të dashur, le ta duam njëri tjetrin. Sepse dashuria është nga Perëndia. Dhe vlezër, shpeshherë pyesim, ashtu se dhe ai skribi që pyeti Jezus Krishtin, kur ai i tha për urdhërimin, vlezër, kush është urdhërimi i Perëndisë. Dhe Zoti tha, më thuaj, tha, duaj e Perëndin me gjithë zemër, me gjithë shpirt dhe me gjithë mendjen tënde, duaj të afërmin, por si veten tënde. Drejtu përgjigje, i tha Zoti, bëj ashtu, i tha, në jetë. Dhe i tha, po kush është i afërmi? Dhe Zoti i tregoi atij, vlezër, aleluja, gjithë ligjin. Një njeri kishte zbritur nga Jeruzalemi, thot, për në Jeriko. Dhe rrugës i dolën husarë, e zhveshën e ranë, thot, dhe e lanë në mes të rrugës. Një prit po kalonte atje, thot, e pa atë tërgjak, dhe kaloi në anën tjetër dhe iku në shërbesë. Prifti të shkonte në shërbes, të fliste për dashurinë e Perëndisë. Një levit, thot, përsëri kaloi në atë rrugë, edhe ai e pa dhe u largua. Një samaritan, kur kaloi afër tij, pati dëmshuri brenda. Kjo dëmshuri e bëri çfarë? Ti shërbej atij njeriu. Nuk e njinte.
zbriti të, i fshiu plagën, i amjekoi plagën, e mori në gomarin e titët dhe e shpuri në anxhiu. Dhe anxhiu t'i tha, kujdesu për te, do të paguaj, sa do shpenzosh për te, dhe nëse shpenzon më shumë se sa këto që të dashë, kur të kthehem, do të t'i jap gjithçka ke shpenzuar. Kujdesu për te. Dhe Zoti i pyeti, kush ishte i afërmi i këtij njeriu që kishte nevojë? Ai që ju gjetë pranë, halleluja. Çfarë mësimi është ky, halleluja? Jezus Krishti e erdhi dhe samaritani mirë përfaqëson Zotin tonë, dhe shembullin tonë, se si duhet të jemi ne. Lavdi Zotit, halleluja. Kaloi afër, pati dëmshuri. Nëse një krishter, halleluja, nuk është i mbushur me dëmshuri, nuk mund të shërbejë dot. Ai mund të dijë ligjin, ai mund të dijë fjalën e Perëndisë, gjithçka, halleluja. Në një provë që kaloi i prifti, gjithçka që ajo dinte, ra përbys motra, nuk vlen. Po unë din gjithë shkrimi. Nuk mundi motra dhe vlezër, halleluja, në një provë të kalonte. Dhe shpeshherë, vlezër, Zoti na kalon në prova të tilla. Sepse jemi thirrur të jetojmë në mbretërinë qiellore. Dhe duhet të jemi, thot Zoti, të ngjashëm me të, me Jezus Krishtin. Ai është vllai, ai është Zoti ynë, motra dhe vlezër, lavdi emri të shaj. Dhe erdhi të na bëjë të ngjashëm me të. E thot fjala e Perëndisë, gjoni motra dhe vlezër, halleluja. Kur të vijë ai, do ta shohim si është ai dhe do të jemi të ngjashëm me të. Kjo është prova që kalon çdo i krishter, vlezër, halleluja, në këtë jetë. Të jemi të ngjashëm me Jezus Krishtin. Të duam, thot Zoti, në fjalën e Perëndisë, njëri tjetrin. Nëse nuk kemi dashuri, vlezër, për njëri tjetrin, i kot është mundimi. Sepse fjala na thotë, ai është gënjeshtar. Gënjen vetvete. Dhe gënjeshtarët nuk do hyjnë në mbretërinë e Perëndisë, vlezër. Shkoni me vëmendje çfarë mësimi do të na japë Zoti. Dhe çdo njeri, nëse nuk është, motra dhe vlezër, halleluja, në këtë rrugë, duhet t'i thrasim Zotin. Zot, të lutem Zot, frymën tënde dua. Sepse çfarë? Nuk kam fuqi, vlezër, halleluja, ta dua armikun tim. Zoti do ta duash armikun. Dhe unë nuk kam fuqi, vlezër, halleluja. Nuk e bëj dot një gjë të tillë. Dhe kjo s'është njerëzore. Dhe kisha nuk është njerëzore, vlezër, halleluja. Ju s'mund të bëni dot asgjë dot Zoti, pa mua. Por shkoj në Zot dhe i them Zot, më ndihmo Zot, lutem të bëj vullnetin tënd. Dua, s'kam fuqi. Dhe Zoti këtë zemër do ta plotësoj. Nëse vëmë vërtet, motra dhe vlezër, halleluja, dhe i presim Zotin tonë. Dhe këtu na thot shumë të dashur. Le ta duam njëri tjetrin, sepse dashuria është nga Perëndia. Dhe kushdo që do, ka lindur nga Perëndia dhe e njeh Perëndin. Ai që do, është i mbushur plot me dashuri. Shiko, dashuria nuk është më do dhe e dua, vlezër. Jo. Dashuria jep dhe nuk i bën keq askujt. Kjo është dashuria e Perëndisë që zbriti nga qielli për ne mëkatarët, të flijohet për ne që e shanim e talnim, të kaloj këtë lloj vështirësie, fyerje të motra dhe vlezër që i bënim ne, dhe ai thoshte, faljo atë, sepse nuk din ç'bëj.
Kjo është rruga, vëllezër, aleluja, që gjithë se cili nga ne i krishteri do të shkojë. Në këtë rrugë do të provojmë, vëllezër, aleluja, që të gjithë është rruga e ngushtë, vëllezër, aleluja. E falenderojmë Perëndin. Ai që nuk ka dashuri, nuk e ka njohur Perëndin. Ai që s'ka dashuri për vllajin dhe për motrën që Zoti ja ka dhënë afër, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk e ka njohur Perëndin, thotë. Është i kot sot, motra dhe vëllezër, shikoni. Ai që nuk ka dashuri, nuk e ka njohur Perëndin, sepse Perëndia është dashuri. Në këtë është shfaqur dashuria e Perëndis ndaj nesh, se Perëndia dërgoi birin e tij të vetëm lindurin në botë, që ne të rrojmë nëpërmjet tij. Ne të rrojmë nëpërmjet Jezus Krishtit, motra dhe vëllezër, aleluja. Prandaj e dërgoi Perëndia Jezus Krishtin në këtë botë, që ne të rrojmë nëpërmjet tij, do të thotë të ngjashëm me të. Unë do të vij të bëj banesë në ju, tha Zoti. Çdo njeri që do të më kërkojë, do të më gjejë. Në këtë është dashuria. Jo se ne kemi dashur Perëndinë dhe erdhi Perëndia të na shpërblej për dashurinë që kemi, por se ai na ka dashur ne dhe dërgoi birin e tij për shlyerjen e mëkateve tona. Dashuria e Perëndisë e dërgoi këtë flijim, motra dhe vëllezër, birin e tij të vetëm lindur për ne mëkatarët. Na donte ne kur ne nuk e njihnim dhe nuk bënim asgjë për të, motra dhe. Nuk e kërkonim, nuk e thrisnim, nuk e njihnim. Kjo është dashuria e Perëndisë, të dërgoi birin e tij për ne, që të flijohet për ne, që ne të shpëtohemi. Kjo është rruga, vëllezër, aleluja, falenderojmë Perëndin. Shumë të dashur. Meqenëse Perëndia na ka dashur në këtë mënyrë, kur ne se donim, ai erdhi dhe u flijua për ne. Edhe ne duhet ta duam njëri tjetrin, vëllezër, aleluja. Në këtë mënyrë. Nuk më do vllai, nuk më them përgjigje, nuk ma jep dorën, nuk më flet në rrugë, motra dhe vëllezër, aleluja. Nuk do ta asnjë nga këto, Zoti, vëllezër. Ne falenderojmë Perëndin. Ne do të kështu duhet ta duam njëri tjetrin. Le ta shpëtojmë veten. Ky që shpëtojnë të tjerët, thoshin njerëzit, nuk mund të shpëtojnë dot veten e tij. Dikush tjetër thoshte, po ti ishte ky profet, do ta dallonte se kush ishte kjo grua që e preku. Dhe nuk e njihnin, motra. Për Perëndinë flisnin edhe farisejt. Edhe këta që thoshin të kryqëzohet, kishin parë mrekulli që Zoti kishte bërë me ta, midis tyre. Dhe Zoti, dashuria e Perëndisë nuk dëgjonte se çfarë ata i bënin dhe çfarë i thoshin. Por dashuria e Perëndisë i falte. Dhe thoshte, faljo atë, sepse nuk din ç'bën. Dhe për ta, ai po flijoi. Po flijoi vëllezër në kryq për ata që e fyenin, për ata që e shanin. Askush se ka parë ndonjëherë Perëndinë. Po ta duam njëri tjetrin, Perëndia qëndron në ne. Askush se ka parë ndonjëherë Perëndinë, por nëse ne vërtet e duam njëri tjetrin, Perëndia qëndron në ne. Dhe dashuria e tij është e përsosur në ne. Kur ne e duam njëri tjetrin, Perëndia qëndron në ne dhe dashuria e Perëndisë në ne është e përsosur.
Kush po t'i bëj keq, thot motra dhe vlezër, aleluja, bijve të Perëndisë, këtyre që Perëndia qëndron në ta, që dashuria e Perëndisë është e përsosur në ta, askush motra dhe vlezër, aleluja. Dhe nga kjo ne njohim se qëndrojmë në të dhe ai në ne, sepse ai na ka dhënë nga fryma e tij. Nga kjo ne kuptojmë, vëllezër, që ai qëndron në ne, në mua. Nga kush, motra dhe vëllezër? Nga fryma që ka Perëndia. Cila është fryma e Perëndisë? Kjo, vëllezër, aleluja, që kur ne ishim në mëkat, ai erdhi të shlyej mëkatet tonë. Kjo është fryma e Perëndisë, dashuria e Perëndisë. Kemi të njëjtën frymë me Zotin, vëllezër, aleluja. Kemi të njëjtën, do t'ju jap nga fryma ime, tha Zoti. Shikoni, shpesh e gatrojmë ne, vëllezër, aleluja. Ka marrë frymën e shenjtë dhe flas në gjuhë të panjohura. Ka marrë frymën e shenjtë dhe bëj profeci. Është tjetër gjë kjo, vëllezër. Dhe është tjetër gjë fryma e Perëndisë, vëllezër, aleluja, që jep fryt. Është tjetër gjë, sepse ju drejtuan Zotit dhe i thanë, po a nuk profetizuam ne në emrin tënd? Po a nuk bëm gjëra të mëdha të fuqishme në emrin tënd? Po a nuk shuruam ne në emrin tënd? Dhe Zoti tha, largojuni nga mua ju që bëni pa udhësi. E kuptoni, vëllezër, aleluja, që nëse kam frymën e shenjtë dhe flas në gjuhë të panjohur, apo jam profet, apo kam diçka, kjo nuk tregon që unë jam biri i Perëndisë. Nëse unë nuk kam dashuri për vëllezërit, vëllezër. Rande parë, lexuam për dashurinë. Kush është të vërtet dashuria, vëllezër? Nëse i kam të gjitha këto, thotë, sikur jetën time ta jap, thotë flijim, thotë, sikur gjithë pasurinë time të ndaj me të varfrit, thotë vëllezër. Nëse nuk kam dashuri, nuk do të më vlente. E kuptoni, vëllezër, kush është ajo çka Zoti do të na mësojë, vëllezër? Nëse unë nuk kam dashuri, ç'vlerë ka në profecitë, motra dhe vëllezër, aleluja? Ç'vlerë ka në shërimet? Këto Zoti i bën, vëllezër, aleluja, që të marrë lavdi Perëndia, jo njeriu. Dhe Zoti dëgjon, shëron, motra dhe vëllezër, aleluja, është i ku do ndodhur, e falenderojmë Perëndinë. Por ai që ka dashuri, është vërtet ka frymën e Perëndisë, vëllezër. Dhe ne pamë dhe dëshmojmë se ati e dërgoi birin për të qenë shpëtimtar i botës. Ai që rëfen se Jezusi është biri i Perëndisë, Perëndia qëndron në të dhe ai në Perëndi. Ai që rëfen, ai që tregon kudo që është, Jezusi është biri i Perëndisë. Për këtë shkak njerëzit do fyen. Për këtë shkak njerëzit do të përzehen. Për këtë shkak do futen në burg të krishterë. Ai që rëfen se Jezus Krishti është biri i Perëndisë. Kush ka ne, motra dhe vëllezër, aleluja, del dhe flet dikujt, Jezus Krishti është biri i Perëndisë. Jezus Krishti u flijua për ne. Jezus Krishti erdhi deri gjakën e tij që ne të kemi jetë të përjetshme. Me njerë, motra dhe vëllezër, aleluja, do të na kundërvijën, do të na shajnë, do flasin, motra dhe vëllezër, dhe ne çfarë bëjmë? Të riqemi, nuk flasim. Sa të rritë të dëgjoj gjithë këto gjëra që më thonë, më mirë nuk flas. Por ne për këtë jemi thirrur, motra dhe vëllezër. Po të thoshte Zoti, sa të rritë të dëgjoj këta se çfarë më thonë dhe më thyen dhe nuk kanë kuptuar se kush jam unë, jo, motra dhe vëllezër, aleluja. Ai erdhi të bëj një vepër që Perëndia atë dërgoi, që Zoti ynë na thirri. Perëndia qëndron në të dhe ai në Perëndi. Dhe ne njohëm dhe besuam dashurinë që Perëndia ka për ne.
Perëndia është dashuri. Dhe ai që qëndron në dashuri, qëndron në Perëndinë dhe Perëndia në të. Në këtë dashuria u përsos në ne, sepse sikurse është ai, po kështu jemi dhe ne në këtë botë. Çfarë thot fjala e Perëndisë vëllezër? Po pse neve Jezus Krishti jemi? I dëgjojmë shpeshherë këto gjëra. Ne nuk jemi Jezus Krishti, por ne jemi bijtë të Perëndisë. Se cili na ka thirrur me emër Zotit. Aleluja. Dhe fjala e Perëndisë na thotë, sikurse është ai, po kështu jemi edhe ne në këtë botë. Sikurse është ai. Prandaj çdo njeri, vëllezër, aleluja, që ka lindur, që ka frymën e Perëndisë, është si ai. Kjo është vepra e Perëndisë, vëllezër, në ne. Që ne mblidhemi ditë për ditë dhe adhurojmë Perëndinë. Që ne qëndrojmë në lutje vazhdimisht dhe adhurojmë Perëndinë. Që shpihem vëllezërit në lutje për çfarë? Për dobësitë, për problemet që kemi. Dhe ai qëndron në ne. Dhe ai dëgjon, motra dhe vëllezër, lutjet tona dhe vepron. Për këtë jemi thirrur, vëllezër, aleluja. Që të jemi të ngjashëm me të. Të jemi si është ai edhe ne. Jo ne si jemi si ai, motra dhe fjala na thotë jemi si ai dhe ne. Dhe kush nuk është, çfarë? I ka dhënë Zoti mundësi eja tek unë, bia ime biri, të të jap forcë për të bërë vullnetin tim. Zoti na kupton, vëllezër, aleluja, problemet tona. Zoti na kupton vuajtjen tona, mishin tonë, motra, kërkesat tona. I di Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja. Por nëse ne ecim në frymë, jemi në frymën e Perëndisë, gëzimi ynë, motra dhe vëllezër, është i pakrahasueshëm me asnjë lloj gëzimi tjetër. Në çdo situatë që ne të jemi, kemi gëzim. Në çdo problem dhe vështirësi që ne kalojmë, dimë pse i kalojmë, dimë kush e lejon një gjë të tillë dhe kemi gëzim, vëllezër, aleluja, sepse fryma e Perëndisë na dëshmon brenda nesh që ky është vullneti i Perëndisë. Dhe nëse është vullneti i Perëndisë, të bëhet vullneti yt atë, jo i imi. Në dashuri nuk ka frikë. Ai që është i mbushur me këtë dashuri, me këtë frymë të Perëndisë, vëllezër, nuk ka frikë. Jezus Krishti, vëllezër, aleluja, e dinte ku do shkonte. E dinte kush ishte rruga. E dinte pse kishte ardhur, e dinte që do të flijoj. Dhe nëse do të kishte frikë, vëllezër, nuk mund ta bënte veprën e Zotit. Nuk mund të arrinte dot që të na jepte ne shpëtimin nëse frika ekzistonte në të. Nuk kishte frikë, thotë, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe thotë, në dashuri nuk ka frikë. Ai që ka Perëndinë nuk ka frikë. Ai që ka dashurinë nuk ka frikë, motra dhe vëllezër, aleluja. Madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën. Ai që ka dashurinë e Perëndisë e nxjerr jashtë frikën, vëllezër, aleluja. Sepse frika ka të bëjë me ndëshkim. Ai që ka frikë nuk ecën, motra dhe vëllezër, dhe thotë ka të bëjë me ndëshkimin, kam gabuar, mbase s'jam mirë, mbase jam kështu. Ai është i bindur, ai që është plot në dashurinë e Perëndisë. E jeton dashurinë e Perëndisë. Ai ka gëzim në zemrën e tij dhe nuk e ndëshkon zemra e tij për asnjë gjë, motra dhe vëllezër. Ne falenderojmë Perëndin. Ne e duam atë, sepse ai na deshi i parë. Ne e duam atë, sepse ai na deshi i parë. Nuk e duam ne se e deshëm ne, motra dhe vëllezër, po ai na deshi ne. E falenderojmë Perëndin. Po të thotë dikush, unë e dua Perëndinë dhe urren vllain e vet, është gënjeshtar. Unë e dua Perëndinë. Për Perëndinë kam ardhur, për Perëndinë vim në kish, për Perëndinë flasim, motra dhe vëllezër.
Ai që thot unë e dua Perëndin dhe për Perëndin vi, dhe nuk do vllain e vet, thot motra dhe vëllezër, ai është gënjeshtar. Sepse ai që nuk do vllain e vet, të cilin e sheh, Zoti ja ka dhënë afër, si mund të doj Perëndin që nuk e sheh? Si mundet të thuash e dua Perëndin dhe nuk do vllain që Zoti ta ka dhënë afër? Dhe ky është urdhërimi që kemi marrë nga ai, urdhërimi që kemi marrë nga Zoti, vëllezër, ky është urdhërimi tonë. Ai që do Perëndin të dojë dhe vllain e vet. Ai që do Perëndin të dojë vllain e vet, thot motra e vëllezër. Këtu përmbushet shkrimi, këtu përmbushet ligji, vëllezër, këtu përmbushet gjithçka që na thotë shkrimi i shenjtë. Ai që do Perëndin të dojë dhe vllain e vet. E falenderoj Perëndin. Zoti ta bekojë të